vazhdoj me heroizëm epik protesta rinore qytetare në bulevardin e Tiranës, pavarësisht nga terrori qeveritar i Edi Ramës dhe fallangave të tij të krimit ndaj eksponentëve të kësaj proteste dhe pjesëmarrësve të saj. Kryengritja paqësore e rinisë dhe qytetarëve shqiptar vazhdoi e pamposhtur, duke siguruar mbështetje të madhe ndërkombëtare, duke shprehur dhe njëherë mbështetjen më të fuqishme për këtë lëvizje, për këtë protestë të paprecedent që nga vitet 90 në historinë e Shqipërisë ftoi çdo demokrate e demokrat të marrin pjesë në frymën e saj si qytetar të bëjnë gjithçka për suksesin e saj. Edi Ramës, narkodiktatorit të Tiranës, po i del boja në të katër anë të botës. Mediat, prej shumë kohësh dhe në veçanti këto muajt e fundit, kanë portretizuar Edi Ramën ashtu siç është. Një narkodiktator, një njeri që s'njeh ligj as kushtetut, një avokat të tmerrshëm të korrupsionit të tij dhe ministrave të tij. Organizatat mëdha politike ndërkombëtare kanë demaskuar atë, por një raport tjetër që vjen nga Komisioni Evropian për Shtetin Ligjor, mediat e lira, drejtësinë, damkos Edi Ramën dhe regjimin e tij në mënyrën më të fuqishme.